Sot ne bëjmë një doksologji të flamurit. Përse kisha ka vendosur shërbesa të tilla? Për dy arsye shumë të rëndësishme. E para, për të falenderuar në Perëndin. Dhe përsërisim vazhdimisht që kemi shumë arsye për ta falenderuar. Na ka dhënë një vend bukur, që ka gjithçka. Dhe ne jemi në këtë pjesë të globit si kujdestar kësaj pasurie. I Zotit është dheu e gjithçka që ndodhet në të, thot psalmisti. Gjë që do thot pronari i gjithdheut është Zoti, ne dhe jemi kujdestarët. Dhe përgjegjësia jonë është që të jemi kujdestarë të mirë, mundohemi ta lulëzojmë e ta bekojmë këtë vend. Nëse do i bëjmë një vend të mirë, ku njerëzit mund të jetojnë në paqe dhe në harmoni, padyshim që nuk do largohen shumë njerëz. Gjithmonë ka një arsye që disa njerëz mund të largohen, po një largim masiv nuk do ndodhi nëse ne do jemi kujdestarë të mirë këtij vendi që na ka besuar Perëndia. Dhe e falenderojmë Perëndin për gjithçka që ka na dhënë. Po kemi dhe përgjegjësinë për këtë gjë. Dhe përgjegjësia është e të gjithëve. Gjithsekush në vendin ku punon mundohet që ta bekojë, ta lulëzojë këtë vend. Dhe siç them vazhdimisht, që adhetari vërtet është ai njeri që lulëzon vendin e tij.